Selamu alaikum të dashur miq, kjo është emisioni Këndi i diskutimit. Në prag të nisjes së haxhilerëve nga Kosova për të kryer ritualin e haxhit, do të flasim sot pikërisht për këtë ibadet, për këtë shtyllë të pestë të Islamit që obligohen ta kryejnë të gjithë ata të cilët kanë mundësi financiare dhe shëndetësore, pra të gjithë besimtarët. Si do të realizohet ky ritual, cilat janë hapat e haxhit dhe do të flasim më vonë edhe për vlerën e madhe të 10 ditëshit të parë të Dhulhijhes për ata të cilët nuk shkojnë në Qabe. Do ta kuptojmë gjithë këtë me Hoxhën Blerim Muslim. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se jemi ja. Hoxh, çka e bën haxhin kaq të veçantë për besimtarin, duke qenë se edhe shumë njerëz thonë se ata që kanë përjetuar haxhin thonë se u ndryshon jetën madje. Fillimisht faleminderit për ftesën më jarë, lutë Allahun xhaleshanu t'ju shpërblej. Haxhive që shkojnë, Allahu xhaleshanu u alesoft rrugën, u pranoft adhurimet dhe ibadetet. Neve që mbesim këto, lutë Allahun xhaleshanu na mundsoj të shfrytëzoj pastaj ato pjesën e mbetur të mundësive të shpërblimeve, ashtu që është e përmendë edhe në hapjen e këtij misioni. Haxhi është shtylla e Islamit dhe çdo shtylla e Islamit përmban në vete bartje ose ndërtim mbi të Islamit, sepse po themi se është shtyllë. E çdo gjë që e ndihmon mbajtjes së Islamit në zemrën dhe mendjen e dikujt, pra në jetësimin e tij, padyshim se është madhështore. Si çdo ibadet tjetër, në të cilin besimtari gjen prehje dhe kënaqësi të veçanta në krymin e atij adhurimi, haxhi mbetet një nga adhurimet i cili është i veçantë për shkak se përmbledh në vetvete pothuajse të gjitha adhurimet tjera. Të gjitha shtylla tjera. Andaj jo edhe rastësisht ka ardhur si i fundit nga shtyllat e Islamit dhe përmban nga bazat kryesore të dhikrit që bëhet në haxh është shahadeti. Pra ajo me cilën besimtari hyn në Islam dhe është çelësi i xhenetit. Pastaj sigurisht se namazi është pjesë e pandashme e haxhit. Çështja e dhënies pas sadakas është sigurisht edhe ajo pjesë e domosdoshme e haxhit. Pastaj edhe agjërimi në ditë të caktuara, në momente të caktuara, në ritualet të caktuara që ka ardhur është pjesë e haxhit në rrethana të veçanta, pra i bën një përmbledhje e të gjitha adhurimeve, shtoja këtë edhe të veçantën, e cila është, po themi, një nga kurorëzimet e privilegjeve që mund të ketë dikush, që haxhive është musafir i Allahut. Kur të thirr Zoti i botrave dhe je musafir i tij, a ka mundësi që dikush të mos ndihet rahat, të mos ndihet komod dhe të ndihet i zhgënjym ose i dëshpëruar pasi të kthehet nga vizita e qenurit musafir i Allahut subhanahu wa taala. Po pra. Dhe Hoxh, sigurisht që haxhiu duhet përgatitet fizikisht për të shkuar në Qabe, për të kryer haxhillokun, dhe kjo është një prej kushteve të këtij rituali. Por në anën tjetër ka nevojë për një përgatitje më serioze shpirtërore, apo jo? Realisht përgatitja fizike është kusht edhe për obligueshmërinë e haxhit, sepse ata të cilët nuk e kanë mundësitë fizike, po themi, nuk obligohen madje as në kryerjen e haxhit. Në anën tjetër, pra ajo duhet të jetë domosdoshme. Në anën tjetër, neglizhimi i përgatitjeve shpirtërore shpesh herë mund të ketë pasoja shumë të mëdha në aspektin e përjetimit, të shfrytëzimit, po edhe të përfitimit nga haxhi. Andaj përgatitja shpirtërore është qëndësore për secilin besimtar i cili e merr këtë rrugë. Duhet fuqishëm bujar të bëjë një lloj pastrimi para rrugtimi, të bëjë një lloj përgatitje dhe të largojë nga vetja çdo pengesë në shpirtin e tij, i cili pengesë e cila do t'ja pamundsoj
pamjen madhështore të çdo adhurimi dhe ibadeti që të cilin do ta përjetoj gjatë. Çka konsiderohet pengesë në këtë rast? Pengesat janë të shumta, duke filluar nga urrëtia, nga zilia, nga hasedi, nga mendjemadhësia, nga padrejtësitë e ndryshme që në raport me njerëzit. Në raport me njerëzit, sigurisht. Kjo e para, në raport me njerëzit, sepse të ke fundit në raport me Allahun subhanahu wa taala, në momentin që njeriu i dorëzohet Zotit sapo të mrin qabe, edhe çdo njeri do t'i dorëzohet atij Allahut subhanahu wa taala. Sikur largohen pengesat, dhe Allahu xherëm nga mëshira e tij dhe bujaria e tij, po themi ja te kalon ndoshta shpesh herë disa nga pengesat që janë mes robit edhe Zotit. Mirë po, ama pengesat që janë mes robit edhe njerëzve tjerë, pra mes njerëzve sigurisht ato duhet të pastrohen dhe duhet të largohen dhe duhet menjanohen. Andaj nuk shkohet në qabe ku njeriu mund të ketë hased, urrëtie, xhelozi, mosmarrveshje të ndryshme me njerëzit e kështu me radhë. Këtu duhet të jenë, po themi, ajo përgatitja fillestare e njeriu. E pastaj në momentin që niset për atje njeriu në vetveten e tij do ta ndjej madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fakt përgatitja për haxh është e hershme. Që kur njeriu merr mendimin që të nisë këtë udhtim, mirë po janë edhe ato përgatitjet e fundit që i bën besimtarit. Cilat janë ato gjërat më të rëndësishme që duhet pasur fokus kryesor para nisjes për në haxh? Njerëzit zakonisht në përgatitja për haxh i kanë disa koncepte të gabueshme. Fillimisht për shembull janë disa ngarkesa që njerëzit ngarkojnë veten e tyre, të cilat janë të panevojshme. Nuk po flisni për emocionet. Jo, po flasim për përgatitjet, për shembull shumicën e kohës u ka lënë duke përgatitur për rroba, për tesha, për ku po diun për çështje teknike, për çështje të cilat përgjithsisht duke pas parasysh organizimin që e bën Bashkia Islame, më themi se haxhiut nuk duhet ta kenë këtë brengë dhe këtë gale fare. Sepse pothuajse të gjitha janë të menaxhuara në mënyrën më të mirë të mundshme. Po flasim për përgatitjen emocionale që besimtari duhet ta ketë, këtë duhet ta ketë patjetër. Dhe këtë duhet ta nisë qysh herët. Përgatitja e parë që duhet ketë është përgatitja e diturisë, pra që të merret me lexim, me përkujtim edhe të adhurimeve, të riteve, por edhe të mënyrës së kryerjes së ritualit, gjithsesi. Dhe ne sot sigurisht që do t'i përsërisim ato. Patjetër. Edhe te kjo pjesë mund të themi se haxhiu sado që përgatitet paraprakisht i kanë udhëhecat të cilat ju ndihmojnë. Por unë ndoshta jam fanatik pak më shumë i këmbguljes në ata që haxhiu duhet përgatitet emocionalisht, shpirtnisht, në pendim nga e kaluara dhe në një lloj bese që duhet t'i jep Allahu subhanahu wa taala për permisimin e tij kur të kthehet nga haxhi. Këto janë ato përgatitjet, po themi, të cilat duhet ta shoqërojnë në vazhdimsi kuptimore, e sidomos para udhimit, sepse është një thënie dhe mendoj se është brillante në këtë aspekt. Në haxh është një lloj arritje, jo një lloj shkumje. Pra haxhi është një grad, nuk është shkumje fizike, thjesht fizike, sepse fatkeqësisht jo rrallë herë kemi pa njerëz që kanë shku edhe nga haxhi, pothuajse janë kthy të njëjtit ata të cilët kanë qenë para haxhit. Kjo është si rezultat i mospërgatitjes, mos njohjes së asaj të cilën kanë me bë, mos njohjes mësafirt ku janë, domthonë vendosja ose neglizhimi i mundësive të cilat i ka secili prej neve që të nisë një jetë të re, një faqe të re në historinë e tij. Të gjitha këto duhet jenë ato të cilat e shoqërojnë haxhin para nisjes. Dhe hoxh, a ndodh shpesh që për shkak të mos informimit të mirë apo të mjaftueshëm rreth praktikës së ritualit njerëzit të bëjnë gabime pastaj? Sepse është e rëndësishme që gjërat të bëhen sakt. Ndodhin këto, sigurisht se ndodhin, por mendoj se haxhit e kanë një përparësi. Thashë më herët që është udhëheqja, i kanë grupet të cilët duhet të pyesin dhe ajo që haxhiu duhet të përgatitet në këtë rast, të ketë sa më pak gabime dhe t'i kalojë ato sa më lehtë, është ndëgjueshmëria ndaj udhëheqësve të haxhit dhe ndëgjueshmëria ndaj autoriteteve të cilat e bëjnë organizimin e haxhit. Kjo në aspektin formal, në aspektin teknik. Pra të mos bëjnë veprime pa kon të informum dhe pa kon të konsultum paraprakisht me udhëheqësit e tyre, me hoxhallarët e caktuar, se jo me ndonjë hoxhë që kanë raportet e lëshme me ta që të konsultojnë me ta në çdo hap cilën ata që në fakt krejt rituali është disiplinë, sepse ka ndalesa në të, ka edhe gjëra të lejuara. Haxhi është një lloj prove.
ndëgjueshmërisë dhe e respektimit të urdhave të Allahut xhaleshanuhu. Dhe kjo është një prej mrekullive, sepse njeriu është ja dëshmon praktikisht Allahu xhaleshanuhu se është rob i tij dhe e ndëgjon atë në çdo veprim që e bën. E thot Allahu xhaleshanuhu këtë kohë, prej kësaj kohë, këtë kohë, kimen në këtë vend, të qëndron atë vend. Vjen koha caktuar, do të më lëviz nga ky vend me shku dikun tjetër. Po mirë, po rrim që të se kushtimisht pa njëjtë koka jo, nga këtu do të më lëviz pak më aty. Për shembull, disiplinë, e cila na mëson pastaj edhe në jetë se si duhet të jemi disiplinuar ndaj mësimeve të Zotit. Të gjendemi në vendin e dur, në kohën e dur. Po azam, e ki Arafatin, i cili është i kufizuar, hapësirë kufizuar. 10 metra jashtë Arafatit, po të qëndrosh, ti nuk e ke kryer Arafatin. Ti shen është ata të gjithë, i afër tyre fizikisht, por nuk je në vendin e duhur, andaj nuk ka mundësi. Gjutja e gurve, hekja flokëve, ihrami në kohën e caktuar, në kohën e duhur, krejt këto e bën një lloj shkolle, një lloj discipline në krymen e urdhnave, e krejt kjo pastaj kthehet në dobinë e besimtarit. Në këtë rast durimi është esencial për haxhiun. Unë bujar vitin e kalum kam pas kënaqësinë tim në udhëhec i një grupit haxhive. Këtë vetëm duket jemi në rolet e kundërta nga viti i kalum kur e kemi marrë emisionin. Dhe në përgatitjet që i kemi bë me haxhit, thash kështu. Thash po duhet të proces çka duhet të merrni me veti. Edhe thash po filloj me numër 1, thash që është sabri. Mirë. Numër 2 thash prap sabri. Numër 3 thash prap sabri, numër 4 thash prap sabri, numër 5 prap sabri, deri diku ka 10, e thash ka 10 tani tash ndash merrni rroba, ndash merrni parë, ndash merrni nuk është shumë rëndësi. Sabri është i domosdoshëm. Sabri haxhi është i veçantë, sepse thash ka lëvizje nga vendi në vend, ka grupet janë të mëdha, turmat janë të mëdha, disiplina është e kërkuar, çështjet teknike të organizimit jo gjithherë mund të shkojnë në mënyrën më të mirë të duhur, ndonjëherë vënohet autobusi, ndonjëherë vjen më herët, ndonjëherë dhoma, ndonjëherë hoteli, ndonjëherë kështu me radhë, dhe krejt kjo shpesh herë, nëse njeriu nuk e ka përgatitjen shpirtërore, që e tham fillim, shpesh çështje teknike të organizimit mund ta nxjerrin ta orientojnë dhe ta nxjerrin nga ai adhurim në cilin besimtari është musafir i Zotit xhaleshanuhu dhe nga momenti i nisjes e deri në momentin e kthimit është në shpërblim. Dhe kudo që ndodhet dhe kudo që domthonë gjendet, ajo është në shpërblim dhe në fitim nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj të gjitha këto e bojnë haxhin një nga udhëtimet jo rastësisht që është thënë udhëtimi i jetës. Dhe pasi haxhiu tjetë në atë vend të bekuar dhe rituali fillon me një veshje specifike, të unifikuar. Pse konsiderohet moment i veçantë hyrja në ihram? Ihrami është një lloj simbolike veçantë, i cili përmban thash nëse kthejmë tek ajo që po mundohem me fokusu vazhdimisht, ajo çështja shpirtërore e besimtarit, sepse ihrami e simbolizon zhveshjen nga dynjaja. I largon njeriu të gjitha rrobat e dynjas, në të cilat është një lloj simbolike se duhet të zhveshim nga dynjaja për të shkuar te Zoti. I veshim dy pelhura, domthonë dy copza të bardha për dal para Allahut subhanahu wa taala, si një lloj dëshmie se Allahu xhaleshanuhu shikon te ne pastërtinë e brendshme e nuk shikon fizionominë e jashtme. Pastaj ihrami është i veçantë për shkak se të kujton, megjithatë të kujton edhe daljen nga kjo botë. Dhe udhëtimin ton më të rëndësishëm që kemi me bëna hera është udhëtimi për tek Zoti xhaleshanuhu në ditën e mahsherit, në ditën e llogarisë. Është një lloj simbolike ku tash imagjinoj çdo haxhi për ta bërë haxhin sa i duhet përgatitje. Sa përgatitje të duhet, edhe në aspektin familjar, me lanë krejt në rregull, me lanë krejt vend, me plotsu krejt kurtet e kështu me radhë, dhe njëkohësisht edhe në aspektin e kohës e kështu me radhë. Por megjithatë është një lloj përkujtimi se do të vijë një moment kur udhëtimin që ne kemi me botë Zotin nuk ka më na pyet fare, a jemi të gatshëm apo nuk jemi të gatshëm, apo i lam të gjitha anëtarët e familjes mira apo i lam, ai kemi bë përgatitje të duhura ajo. Ihrami, teshat e trupit ne i deshim me dur tona, ndërsa nesër teshat e trupit kanë me ne
Këtë lloj ihrami. Këtë lloj, apo kanë me nai desh të tjera të kështu me radhë. Pastaj çështja e barazisë. Për këtë njerëzve nuk e din, nuk e dallon cili është i pasur, cili është i varfër. Allahu xhallahu shanu thot inna akramakum indallahi atqakum. Më të vlerësuarit për juve të Allahu xhallahu shanu, më të veçantë për Zotin janë ata që janë më të devotshëm. Pra një lloj treguesi se udhëtimi për tek Zoti xhallahu shanu nuk bëhet me kriteret e dynjas që ne i vlerësojmë njëri tjetrin ose shpesh herë edhe e gjykojmë njëri tjetrin, andaj është një lloj pastaj domthon për asaj që është ndoshta e pashmangshme tek besimtari është në momentin që fillon me i largu rrobat e trupit e me vesh ihramin secili haxhi që e kupton e ndin një lloj keqardhe për dynjan e kaluar larg Zotit, sepse një lloj përgatitje o Zot që po vite te one, është një lloj përgatitje o Zot po vite ti, është një lloj pendimi që të vije në vetvete, ndoshta pa ndonjë lloj vetëdije të lartë, por megjithatë në brendësi e një lloj pendimi, një lloj thyrje para Zotit xhaleshanu e të gjitha këto kuptime janë ato të cilat Zoti i dën prej neve, se Allahu xhaleshanu nuk dën prej neve asgjë tjetër pas që të jemi të thyrë para tij. Dhe sa më i thyrë para Allahu xhaleshanu jemi më të vlerësuar tek ai dhe kemi gratë që kërkohet nga ne. Pra përveç këtij kuptimi, ihrami ka praktikat e veta, ka rregullat të cilat duhet përmbajtur, të cilat do të na i tregoni hoxh. Pra, cilat janë ato gjëra që haxhiu duhet i di dhe të shmanget gjatë kohës sa është në ihram. Ihrami ka disa rregulla të veçanta, një përmbledhje, po. Ihrami fillimisht haxhiu para se të futet në ihram, në dispozitat e ihramit, duhet të largojë të gjitha rrobat e trupit. Domthonë nuk lejohet që të ketë asnjë lloj rrobe në trupin e tij, domthonë fare. Kjo është si rregull, domthonë nuk pra shpesh ndoshta haxhive ju ikë, mos ata që janë pak më të shumë, diçka nga të brendshme të tyre ndonjë maicë e kështu me radhë. Kjo është si rregulli i parë. Rregulli i dytë është që koka nuk bën të jetë e mbuluar gjatë kohës sa haxhiu është në dispozitat e. Pra asa është duke pushuar, pra derisa të mbaroj. Derisa të mbaroj në këtë rast umrën, si hajj temettu që bën haxhit, pastaj veshja e dytë e ihramit gjatë periudhës sa qëndrojnë në Arafat Muzdelife derisa të hudhen ngul. Pastaj nuk lejohet që të vendoset parfimi gjatë kohës sa njeriu është në ihram, nuk lejohet që të heket diçka nga qimet e trupit ose thojt, nuk lejohet që gjatë asaj kohe njeriu të bëjë sigurisht ofrimin me gruan e tij ose gruaja me burrin e saj, nuk lejohet gjithashtu që të lidhet akti i nikahit, pra martesës sa njeriu është brenda atyre, madje nuk është e preferuar dhe lejuar që njeriu as të bisedojë rreth çështjeve po themi intime dhe nëse është me bashkëshorten e tij, për shkak se i tërë fokusi dhe i tërë koncentrimi dhe i tërë përqendrimi gjatë kësaj periudhe është me Allahun subhanahu wa taala. Pra jashtë egos. Jashtë egos dhe jashtë çdo gjëje që njeriu domethënë e ushqen veten e tij gjatë jetës normale, sigurisht edhe të mbathrat e tij duhet të jenë jo të zakonshme që i mbathëm, duhet të jenë në formën e hapur që ne thojmë domethënë sandallë ose e kështu me radhë. Këto janë disa nga rregullat e përgjithshme. Dhe kjo vlen vetëm për burra apo jo? Disa vlen vetëm për burra, si mbulimi i kokës edhe rrobat, ndërsa për gratë e kanë ihram rrobën të cilën e veshin zakonisht. Domthon ajo është rroba e tyre, sigurisht aty nuk ndalohet në këtë rast heka e çimeve, thojve e kështu me radhë, parfymosja, sepse është e përgjithshme për burra për gra, ndërsa si dispozit e rrobave të gratë vlen të mbathrat fare mbathen zakonisht, to rrobat që i veshin zakonisht e kështu me radhë, dhe ajo që është e përbashkët pastaj për të gjithë është kërkimi mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe pyetja e radhës është çka, nëse gabojmë diçka në këtë drejtim? Disa prej gabimeve bëhet shpagimi i tyre, domthonë me forma të ndryshme, por secila prej tyre mendoj secili gabim që mund të bëhet është e nevojshme dhe domosdoshme që të bëhet konsultimi me udhëhecit, të cilët janë bashkë me haxhit, e të cilët do t'i orientojnë, sepse jo të
gjitha gabimet duhet të shpaguhen, pastaj ka gabimet që bëhet nga harresa, gabimet që bëhen nga moskujdesi, gabimet që bëhen nga domosdoshmëria e veprimit të kështu me radhë, pra secila prej këtyre e ka dispozitën e vet. Dhe pastaj esenca e haxhit është Arafati, mirë po para se dalim te Arafati, ajo që dëgjojmë vazhdimisht prej haxhive është këndimi i telbijeve, tekbireve kështu me radhë. Është shumë e rëndësishme kjo që të jetë vazhdimisht pjesë e besimtarit haxhiut? Është e rëndësishme shumë. Madje do të bëja thirrje secilit haxhi që të përgatitet të paktën telbien ta shkruaj në një letër, ta printoj atë, sepse një pjesë e haxhive nuk e din as shqiptimin e telbies. E mësojnë, duke dëgjuar shpesh por e mësojnë kur janë grup, por shpesh herë kur janë vetën e kështu me radhë. Pastaj edhe kuptimin e saj, që është shumë e rëndësishme, sepse fjala lebejk Allahumma lebejk i ka të paktën, domethënë i ka mas pakti i ka afër 10 kuptime. Vetëm shprehja lebejk Allahumma lebejk. Dhe shpesh po i përmend vetëm 2 a 3 prej tyre për shkak të rëndësisë që kanë. Lebejk Allahumma lebejk, lub kur thuhet është ajo më e rëndësishme, është yndyra, është si themi ajka e një gjeje. Dhe kur i them Allahu xhaleshanu lebejk Allahumma lebejk, i bën o Zoti jon ty po ta paraqesim dhe po e dhom para teje ato që është ajka e besimit, ajka e kuptimeve, ajka e nënshtrimit ton, ajka e dëshirës për me fitu kënaqësinë edhe me fitu mëshirën tonë. Të tillë po vim te ti. Dhe në këtë rast duhet të jetë një lloj sinkronizimi i të brendshmes së të jashtmes. Nuk mund të themi Allahu xhaleshanu lebejk Allahumma lebejk. O Zot, po ta dhom ajken e vetes tonë, e kuptimeve, e pasurisë, e krejt, ndërsa në anën tjetër ne nuk jemi të gatshëm për Zotin me bën ndoshta hapin më të vogël, qoftë në pajtim me njerëzit, qoftë në pajtim me Zotin, qoftë në braktisjen e gjunave e kështu me radhë. Ky njërin ka kuptim. Kuptimi tjetër lebejk Allahumma lebejk është se të përgjigjem o Zot, të përgjigjem. Domethënë përgjigje pas përgjigje. Domethënë sa hart na thirrsh ti o Zot ne kemi me të përgjigj. Pra, sikur po vërtetohet përgjigjen e thirrjen e Zotit. Padyshim, sepse Zoti na ka thirrë dhe ne po të përgjigjemi o Zot dhe sa herë na thirrsh ne kemi me u përgjigj. E pastaj ajo që përmendet ti përgjigje ndaj Zotit xhaleshanuhu e që është thirrja e Ibrahimit alayhis salam, kur ai ka thirrë dhe në zëri i tij domethënë edhe ajo thirrje e tij ne sot e ndëgjojmë dhe pas sa viteve nga vise të ndryshme, nga qoshet të dunjas, nga cepet të dunjas, i përgjigjen thirrjes Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo sigurisht e përmban atë thelbin e tauhidit, sepse i themi lebejk la sharika lek, lebejk të përgjigjem me ti i pa shoqë Zot, as nuk i fillim, as nuk i mbarem, as nuk e madhron Allahu subhanahu wa taala. E dhikri është një nga adhurimet që besimtarin e shoqëron dhe duhet ta shoqëroj gjatë haxhit. Andaj sa më pak edhe pse është koha e zgjedhjeve, po sa më pak politik, sa më pak domon angazhim me çfarëdo tjetër. Ne po flasim për haxhilerët hoxh. Sigurisht, po jo rrallë herë e shohim se edhe haxhilerët mund të ndikojnë nga temat e tjera. Padyshim, shpesh herë domon i sheh që ndoshta lidhshmëria me vendin edhe dëshira që vendi me kon mirë i bën ata që të vazhdimisht është mundësia të luten për vendin. E ajo që duhet ta bëjmë është të lutemi që Allahu xhaleshanu t'i rregullon udhëhecet tan. Imam Muhamedi ka thënë nëse kisha me pas një lutje të pranuar, pra më thuhet se një lutje e ki të pranuar nga Zoti xhaleshanu, kisha më lutë Zoti më i drejtu udhëhecit të cilët e udhëhecin popullin. Shumë rëndësi kjo pjesë. Edhe para Arafatit ka diçka që duhet të di haxhiu pasi të vesh ihramet, është dita e realisht haxhin që e bëjmë ne është haxh temettu, haxh me kurban, kur haxhiu sapo të mri në Mekë e kryen umrën fillimisht, domthonë e ban tavafin, e ban sajin dhe i hiq flokt, domthonë kryen umrën e haxhit dhe lirohet pe ihramave. Pastaj janë 3-4 ditë ose 4-5 ditë varësisht prej arritjes së haxhive, janë të lira. Gjatë kësaj kohe haxhiu sigurisht është shfrytëzon që të falet në harem, të bëj lutje, të bëj dua, të lexoj, të përkujtoj, është një lloj përgatitje finale për ditën finale. Nga i vend, padyshim.
Pastaj është Arafati, që zakonisht organizimi i Bashkisë Islame, pra i haxhive tonë, është që në natën e Arafatit, dikur mas mesit natës bëhet nisja e haxhive për në Arafat, mbritja bëhet diku në sabah, para sabah, varësisht prej grupeve, deri në kohën e drekës nuk ka ndonjë adhurim të veçantë. Koha e drekës, pastaj fillon dita e Arafatit. Dhe aty janë momentet vendimtare, apo jo? Ajo është moment i jetës. Janë disa orë të cilat çfarë duhet bërë? Të cilat besimtari sapo e fal drekën edhe ikindin, të bashkuar dhe të shkurtuar. Pra, drekën edhe ikindin sapo të hyjkoa drekës, e fal drekën edhe ikindin të bashkuar edhe të shkurtuar. Kështu që bujar, çdo haxhije do t'ja jep këtë porosi. Allahu xhalla shanuhu, edhe hakun e tij në këtë rast, që është namazi, e ka shkurtu. E ka shkurtu dhe e ka bashku. Komplet kohën tjetër ja kalon vetëm robit tij që më i bë do Allahu xhalla shanuhu. Pra, dita e Arafatit nuk ka asnjë adhurim tjetër përveç se duave. Kjo është, sepse ishe haxhi duke u falë, sigurisht ata kanë nga njët i mirë, por nuk ka. Përderisa Allahu edhe farzën e ka shkurtu dhe ka bashku, kohën tjetër. Pra, na ka treguar çka është më e mira. Na ka treguar çka është më e mira. Domethënë është lutja dhe duaja. Andaj sa kanë ardhur në përshkrime edhe vetë pejgamberit alayhis salam, domethënë haxhet të pejgamberit alayhis salam. E pastaj të atyre të cilët e kanë pasu, se si e kanë kalu ata ditën e Arafatit në lutje dhe vetëm në lutje Allahut subhanahu wa taala nga koha drekës deri në kohën e perëndimit të diellit. Dhe vazhdojmë tek rituale tjera pastaj pas Arafatit. Ndoshta edhe pak ndoshta kisha munal tek Arafati, si një lloj ndoshta përkujtimi i madhështisë së kësaj dite. Është dita ku Allahu xhaleshanu krenohet tek me lajket me robët e tij. Është dita ku njerëzit të gjithë shkojnë me një dëshirë vetme, madhnimin e Zotit fuqiplot, ngritjen e fjalës së emrit Allahut subhanahu wa taala. Është dita kur nuk ka ditë që Allahu xhaleshanu liron njerëz nga zjarri i xhenemit, fal njerëz më shumë se sa në ditën e Arafatit. Nuk ka humbje më të madhe bujar. Nuk ka humbje më të madhe për dikan se sa të jetë në Arafat e në fund të Arafatit të deli pa falën. Është e pafalshme që dikush të shkojë në Arafat e të del nga Arafati i pa falën, të del nga Arafati i pa pajtu me Zotin, të del nga Arafati pa e dhënë besën Zotit se mo nuk ka mu këthy aty ku ka qenë në vendet e në punë të cilat Zoti do mund tërheq hidhrimin e tij. E sigurisht se mendimi i mirë i secilit prej neve është se ata të cilët do të jenë në Arafat janë prezent aty për shkak se Allahu subhanahu wa taala i ka dashur, janë prezent aty për shkak se Allahu don me i fal, janë prezent aty se Allahu xhaleshanu don me u shly gjunahet, e don me u pajtu me ta. Dhe fundit ditës Arafatit, se që ka qenë kër e ka pa Abdullah ibn Bareku Sufjan Thaurin, e ka pa në fund të ditës Arafatit, e funi i ditës Arafatit është shumë allëngjysme. Lësë Allahu xhaleshanu ta mundsoj që të shkosh, është një lloj ndjenje e veçantë. Perëndimi i ditës së fundit të ditës Arafatit është një ndjenjë e papërshkrueshme. Është një lloj po themi një lloj lehtësie nga brenda dhe një lloj malli nga brenda sikur e ndin besimtari se tani Allahu subhanahu wa taala po i fal ata njerëz. Dhe sikur po i pranon Allahu xhaleshanu këtë ato dua. Pra është një lloj ndjenje e cila sigurisht se nga është shumë vështirë me u përshkruaj, përveç atyre të cilët e përjetojnë, secili e sheh duke nxituar edhe pak në dua dhe në lutje. Se në ato momente është e transmetuar se Allahu i bën dëshmitar me laqet se i ka falur të gjithë. I ka falë të gjithë. Andaj edhe thash Sufjan Thauri kur është pyet nga Abdullah ibn Bareku, ka thonë kush është njeriu më i dëshpëruar tani, pra në fund ditës së Arafatit, ka thonë ai që mendon se Allahu xhaleshanu nuk e ka falë këta njerëz. Andaj prezenca e besimtarëve në atë vend nuk ka si të mos jetë diçka ndryshe, pas një privilegj, një ngritje, një begati
cilën los Allahu xhallashan t'ja mundsoj se cilit me e përjetu. Pra kështu përshkruhet shtylla e haxhit në fakt, që është El Hajju Arafat. Haxhi është Arafat. Të gjitha tjerat mund të zëvendësohen, mund të kompenzohen, ndërsa po nuk u kry Arafati, nuk ka as haxh. Dhe para se të flasim për tawafin, sajin dhe rituale tjera, tani dashur miq, ne shkputemi për pak çaste dhe rikthehemi pas pak. Dashur miq, po shoqëroni me emisionin Këndi i Diskutimit dhe po flasim me Hoxhën Bleri Musliu lidhur me ritualet e haxhit. Hoxh, pas atij përshkrimi kuptimor dhe emocional për Arafatin, do të kalojmë tek ritualet tjera, pastaj besimtari vazhdon rrugtimin e tij drejt kryerjes së ritualeve tjera, që është në këtë rast Muzdelife. Muzdelife, po. Pas perëndimit diellit, të gjithë haxhit fillojnë zbritjen për në Muzdelife, aty ku do të qëndrojnë një pjesë natës ose tër natën, varësisht nga mendimet e dietarëve. Është një fushë e gjerë, aty njeriu sapo të zbret në Muzdelife, do ta fal akşam dhe yacin të bashkuar dhe shkurtuar, sigurisht yacia e shkurtuar akşami jo, dhe nuk transmetohet asnjë adhurim tjetër përveç se pushimit. Pra, pushimi adhurim në këtë rast. Pushimi adhurim. Madje, në atë natë nuk falet as namazi i vitrit. Dhe ku kanë nxjerrë dietarët, domthonë këtë kuptim, këtë po nxjerrë si kuptim se si na është transmetuar feja, pra haxhi i pejgamberit. E të rjetët aty për haxhin veçanti është transmetuar në detale në çdo element. Pra vitri nuk e ka falë. Po, andaj është transmetuar ku ka bë dua, formën se si ka bë dua, ku është ul, si ka pushuar kështu me radhë. Ndërsa për vitër nuk është transmetuar asnjë transmetim që e ka falë, e që kanë thonë po ta falte pejgamberi sa vitrin, nuk kishte mundësi që të mos transmetojë. Andaj komplet pjesa tjetër vazhdon të jetë pushim deri në sabah. Deri në sabah. Deri në sabah, dhe këto dua tek Muzdelife do ta shkputi një moment interesant në një nga haxhet, kur ishim në një hapësirë shtrime dhe vetëm qielli, s'ka asgjë, edhe me një nga haxhit që ishim prezent aty, domthonë është ajo ndjenjë që ti duke përshkruan. Domthonë është hapësirë, s'ka asgjë, do të pijen aty thjesht në aspektin e dynjas, asnjë kusht, po themi, këtë ata njerëz që vinë, këtë ata zbresin, do hecin, ka pak pluhun, ka pak... Ama ajo madhështia që besimtari e ndin ato momente kur shtrihet edhe sheve qiellin, nuk ka njëri që ka fjet një natë në Muzdelife përveç se i ka mbetë si kujtesa më e mirë, ndoshta gjumi dhe nata më e mirë që e ka lënë dikon. Sepse nuk ka si të mos jetë e tillë kur ka dalë pe Arafatit, i falën dhe i pajtu me Zotin. Pas sabahit falet namazi sabat dhe zbret pastaj në adhurimi tjetër, që është hudhja e gurve ose guraletsve në Mina. Ky është rituali i radhës, ditën e parë gjuhen vetëm 7 gur dhe heken edhe flakt dhe ose kurbani, nga 3 këto veprime, nëse 2 kryhen, haxhiu lirohet nga ihrami. Çfarë do thotë hedhja e gurve? Hedhja e gurve, premja e kurbanit dhe hekja e flakëve. Zakonisht të ne nuk e dim kur prehen kurbanat, sepse prehen janë në organizim, atëherë zakonisht haxhit fokusohen në këto 2 adhurime, në premjen e flakëve dhe në hudhjen e gurve. Sapo ti përfundojnë këto 2 adhurime, atëherë lirohen nga ihrami. Pra, tavafi nuk bëhet me ihram nëse janë bërë këto 2 procedura? Jo, nuk është patjetër. Nuk është patjetër. Për haxhit është shumë lehtë kjo, sepse shkojnë në hotel, pastrohen, lirohen pe ihramave, pushojnë, pastaj haxhi, pastaj tavafi i haxhit edhe saj mund të kryhet brenda 2-3 ditëve të Minas, nuk ka ndonjë periudhë caktuar kohore. Duke qenë të liruar. Duke qenë të liruar nga ihramet është shumë më lehtë
për haxhit ta kryejnë. Janë të liruar nga të gjitha ndalesat apo vetëm nga ihramet? Janë të liruar nga të gjitha ndalesat në këtë rast, dhe përveç marrëdhënieve me bashkëshortet, tërat adhurime janë të liruar derisa të kryhet tavafi i haxhit, domethënë. Dhe tavafi pastaj bashkë me sajin janë dy hapësira të afërta njëra me tjetrën. Po. Pastaj janë të rëndësishme ato. Sigurisht, ato pastaj janë për ruknë të haxhit. Tavafi i parë dhe saji është e umrës. Tash po flasim për dy rukne tjera, dy shtylla tjera. Po flasim tash për haxhin. Janë të domosdoshme kryerja e tavafit edhe e sajit që janë të haxhit. Brenda kësaj kohe, besimtari edhe mund të kryejnë tavafin edhe sajin që janë të haxhit, po njëkohësisht edhe e bën hudhjen e goralecëve në ditën e dytë edhe në ditën e tretë. Pra vazhdon hedhjen e gurve. A ka sunete tjera që preferohet të bëhen? Ka sunete, për shembull, qëndrimi në Mina është me gjithë divergjencat e dietarëve, domthonë është kush ka mundësi që të qëndroj atje. Dhe adhurime tjera gjatë këtyre ditëve nuk ka. Madje pejgamberi alayhis salam ka thënë jamu tashrik, domthonë ditët e tashrikut, këto ditët të cilat e përcjellin dita e dytë dhe dita e tretë, janë jamul akli wa shurbi o qiraat al-Quran ose dhikrullah, janë ditë e ushqimit, hajes e pijes edhe përmendjes Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka ndonjë adhurim të veçantë ose adhurim shtesë pas dhikrit përmendjes së Zotit. Përmendëm më herët gratë, hoxh, a ka diçka tjetër që duhet ditur gratë, diçka specifike në periudhën e haxhit, apo lehtësime, apo edhe sfida që mund të shfaqen, si probleme me ciklin mujor e kanë sfidën e ciklit. Tash me zhvillimin e teknologjisë dhe shkencës janë zbuluar shumë ilaçe të cilat e vonojnë ciklin dhe do të ishte preferuar për secilën grua që të përdor ilaçet e caktuara, sidomos në planifikimin gjatë kryerjes së haxhit, domthonë ditëve të haxhit, për shkak se organizimi është i madh, njerëz vjen koha e nisjes, nëse nuk është kry adhurimet e caktuara, ndodhen jo pak probleme. Andaj si sfidë kjo, po them vitet mund të menaxhohet madje me lehtësi. Do të kalojmë tani tek ata cilët nuk janë në Mekë, nuk janë në ritual. Për neve këto. Janë 10 ditët më të mira të vitit. Padyshim. Ato duhet shfrytzuar apo jo? Bujaria e Allahut subhanahu wa taala është e pakufishme. Dhe askënd nuk e lën Zoti xhallashanuhu që në ditën e gjykimit thotë o Zot ja dha këtë mundësi këtij dhe mund privove nga tër ajo. Sigurisht ato pastaj variojnë edhe nga përpjekja edhe nga mundi që besimtari jep, por se janë ditët më të mira për cilat pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë ma min ayamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam. Ka nuk ka ditë ku punët janë më të vlefshme, më të vlerësuara tek Allahu subhanahu wa taala se sa adhurimet të cilat bëhen gjatë këtyre ditëve. Të gjitha adhurimet. Madje ka me specifika, thë Rasulullah, as lufta në rrugën e Zotit, kanë asaj përveç dikujt i cili del me pasuri dhe me veten e tij dhe nuk kthehet me asgjë, pra janë ditë të veçanta dhe kjo veçanti e këtyre ditëve të shpërblimit sigurisht se vjen si një lloj përgatitje shpirtërore për atë finalen e madhe dhe të Arafatit edhe të marrjes së shpërblimit të mëdha nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj besimtari i cili nuk është në haxh nuk duhet ta neglizhojë në asnjë rrethon mundësinë dhe shansën që Zoti xhallashanuhu ja ka dhënë në pritjen e këtyre ditëve për cilat Allahu është betu wal fajri wal layalin ashr, pasha mëngjesin, pasha agimit dhe 10 netët, pra për 10 ditët e Dhulhijhes. Dhe çka duhet bërë gjatë këtyre ditëve për të kulmuar pastaj me Arafatin? Besimtari gjatë këtyre ditëve më mirë e vitit. Padyshim, besimtari gjatë këtyre ditëve duhet ta kuptojë se çdo punë vlerësohet dhe paguhet më shumë. Dhe në momentin që besimtari kupton se një punë e njëjta madje vlerësohet dhe paguhet më shumë tek Allahu subhanahu wa taala, besimtari mundohet të njëjtat punë me i bë me njët pak më ndryshe. Kjo është e para. Sepse nëse i ka fal 5 kohë të namazit, ai 5 kohë të namazit vazhdon me i fal, po i fal me një njët pak më të veçantë. Si më të veçantë? Është i sinqert ai në veprën e tij. Padyshim, por e fal një drejt duke kuptuar se këtë drejt nëse Allahu xhallashanuhu dje e ka paguar me këto shpërblime sot jep një shpërblim më të madh. Andaj përqendrimi, koncentrimi, ndjenja
falënderimit ndaj Allahut subhanahu wa taala për mundësinë që ja ka dhënë. Dhe mas krejt kësajna e fal më ndryshe, për shkak se ndikimi i këtij adhurimi duhet të jetë më i madh sesa në kohë tjera. Pra jo vetëm kryerja, por edhe ndikimi secilit adhurim. Kjo është në radhë parë, do të thonë çështja e njëjtë. Çështja e dytë, mendoj se është çështja e shtimit të adhurimeve. Çështja e shtimit, këtë nëse flasim për namazin, shtimi i nafileve, nëse flasim për sadakan, shtimi i sadakat, nëse flasim për dhikrin, shtimi i dhikrit. Pra, edhe shtimi i njëjtit dhe i kualitetit në adhurim, edhe shtimi i sasisë në adhurimet cilat i bën Allahu subhanahu wa taala, shtimin e këto dy fusha padyshim se ja mundson besimtarët dalin me fitim të madh në fund të këtyre ditëve. Dhe ka ndonjë rregull, ndonjë specifik për besimtarët, sikurse që kanë haxhirët atje, sidomos kur bëhet fjalë për atë ditën e sakrificës, pra ditën e kurbanit. Tek ne dita e kurbanit është dita e Bajramit, dita e parë e Fitr Bajramit, ndërsa dita e Kurban Bajramit, ndërsa për ne që nuk jemi në Arafat, e veçanta është nata e Fitr e Kurban Bajramit realisht, nata e Kurban Bajramit, që është dita e Arafatit. Dhe përderisa haxhit në Arafat e kanë mundësinë e lutjeve, duave të pranuara inshallah tek Allahu subhanahu wa taala, besimtarët që nuk janë në Arafat, Allahu xhaleshahu ka dhënë një mundësi për që të nesëm të festojnë të gjitha, që është agjerimi. Agjerimi i ditës së Arafatit, pra i natës së Kurban Bajramit, për cilën pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë se i fal gjunahet të cilat besimtari ka bën, nuk është presu në mëshirën e rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj jo rastisht ka thonë Imam Ahmedi e të tjerë, pra në një lloj mundësie të bashkëndjerjes së adhurimeve në haxh, ka thonë o besimtar, nëse ti nuk bun në Muzdelife, pra nuk bun në Muzdelife, atëherë flaj ose buj me njetin e adhurimin dhe Allahut subhanahu wa taala dhe kryimin e urdhave të tij. Nëse nuk ke mundësi me gjuhë shejtant në Mena, pra me goralec, atë gjuj në zemrën tonë e gon lakmin e kështu me radhë. Nëse nuk ke mundësi me qëndru në Arafat, agjëro me dhikr dhe me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, sigurisht se të gjitha këto ja mundsojnë besimtarit që të jetë në një lloj gare të madhe të shpërblimeve të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka ofruar për robët e tij. Pra mundësi të shumta për të gjithë besimtarët. Këto vim kohë pas kohë, hoxh, nuk janë vetëm 10 ditë të dhënjes. Dhe nëse i shohim të gjitha këto, dhe të tjera që po i përmend ti, dhe përsëritjen e tyre të kohë paskoshme, Ramazanin, ditët e Dhulhijhes, atje agjerimin e Muharremit, ditëve të caktuara, agjerimin e adhurimet e kështu me radhë, na del se njeriu duhet të jetë shumë neglizhent gjatë jetës, që tu ikin këto mundësi dhe në fund të del i humor para Zotit. Sa duhet të jetë njeriu mos përfillës ndaj këtyre mundësive që të dalë nesër para Allahut xhaleshanuhu pa mundësinë e faljes. Andaj çdo kush që e kalon jetën të tillë, nuk do mund ditën e gjykimit nuk do të po themi askujt nuk do t'i vije gjuna prej tij. Në anën tjetër, të gjitha këto dëshmojnë se Allahu na don, e aq shumë na don, saqë ngado që shikojmë na ka dhënë mundësitë e faljes së pajtimit me ta, në Zotin e Madh të shfrytëzojmë gjitha këto. Amin. Faleminderit shumë. Kënaqësi bëra. Allahu shpërbleft. Amin edhe juve. Për dashamiq, kaq për sonte sa i përket emisionit Këndi i Diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.